E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me këtë përmbledhje në fakt të ngjarjeve se çfarë ë do të ndodh sonte në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Sonte është prajmi i tret i këtij formati, një prajm i cili në fakt pritet që të jetë shumë i nxehtë, pritet të jetë shumë dinamik dhe pritet që të ketë shumë zjarr brenda saj. Nuk ka qenë një javë e lehtë, kanë qenë ditë të nxehta për banorët, do me thënë pa marrë parasysh që janë akoma në ato ditët e para të njohjeve, të bisedave të para, të qëndrimeve me njëri tjetrin, të aleancave akoma të pakrijuara, të grupeve akoma të pakrijuara. Përsëri, do me thënë, lufta, dinamika dhe ngjarjet brenda kësaj shtëpie ka nisur që të jenë shumë aktive. Do me thënë, ka nisur që të bëhen jashtëzakonisht shumë. Personazhi i cili sonte do të jetë në qendër të vëmendjes dhe do të jetë në qendër të diskutimeve është Ilir Vrenozi. Iliri është në shënjestër sonte për diskutimin e madh që pati me Eugenin. Çfarë nxori Iliri nga vetja, çfarë nxori Eugenin nga vetja. Tani, nëse unë do të bëj një analizë të vogël për ngjarjen e Ilirit edhe Eugenit, më besoni që do të befasohemi në atë se çfarë do të them. Do me thënë, kemi të bëjmë me një afrimitet jashtëzakonisht të madh që Iliri dhe Eugeni arritën të marrin nga njëri tjetri. Do me thënë, momentin që Eugeni mbërriti në shtëpi të Big Brotherit, do me thënë natën e parë, Iliri e priti me shumë dashuri, e priti me shumë pozitivitet, e priti me shumë energji të mirë. Dhe si që duket, kjo gjë e vrau jashtëzakonisht shumë Ilirin, se Eugeni do me nuk e pristi nga Eugeni që t'ja bën atë lojën e keqe. Dhe ky afrimiteti që Iliri krijoi me Eugenin që në momentin e parë, do me thënë besimi i tij i dhënë në karakterin e Eugenit, e bëri atë që të lëndohet shumë, duhet ta themi, do me thënë Iliri është më shumë se emotiv, është shumë emocional, është shumë i ndjeshëm, do me thënë preket me çdo lëvizje, preket me çdo mimik, preket me çdo qëndrim, dhe kjo në fakt e bën Ilirin që të jetë kaq plasës. Unë e kam thënë që në start që Ilirin e kemi pritur që të plasën që në momentin e parë. Por në shumicën e rasteve tregon qetësi, ai do me thënë edhe është lagur me ujë, është qetësuar sepse ka kaluar në ekstremitet në vete dhe në fakt nuk e di se sa do të mundet ta përballon këtë lojë brenda kësaj shtëpie. Ku më pas, do me thënë, Eugeni dhe Iliri u sqaruan, por sonte do ta shohim në mënyrë të detajuar. Tani, a meriton Iliri zarftëzi? Në qoftë se që në javën e parë do t'jepet zarfi zi në këtë shtëpi, do të ishte shumë befasuese. Unë mendoj që produksioni në këtë rast, do me thënë edhe dy opinionistët sonte, Monika dhe Arbri, do t'japin një mesazh kundërdrejt Ilirit, edhe pse do me thënë të gjithë e njohim karakterin e tij, nuk kemi të bëjmë me një personazh që nuk e njohim, nuk do të themi që të vëmë kokën në zjarr që këto mesazhet edhe këtë faljen që sonte Iliri do ta kërkon, do të jenë gjëra që në fakt do të bëjnë namin. Jo, në asnjë mënyrë. Do me thënë është Iliri ai i cili do të kërkon sonte falje, por jam i bindur që në ditët në vazhdim do ta bën të njëjtën gjë. Unë mendoj që Iliri dhe Eugeni do të kenë përsëri do të kenë plasje, edhe pse Eugeni u soll shumë njerëzor, ja puthi dorën e tjerë, po nga karakteri i tij e shoh që do të kenë shumë plasje. Do të thënë, si temë e parë që do të hapet sonte, do të jetë Iliri dhe Eugeni. Më pas, do të thënë, do të kalohet tek Miri dhe Selin. Afrimiteti i tyre, afërsia që ato kanë krijuar. Tani, nuk do të thotë që Miri është një burr i martuar dhe respekt për familjen e tij, unë do të hedh një hipotezë dhe nuk do të krijojë një lidhje dashurie, sepse kemi shumë lidhje dashurie me burra të martuar. Kemi shumë lidhje dashurie. Por ajo që unë shoh te Miri dhe Selina, nuk shoh që Miri dhe Selina kanë emocione për njëri tjetrin. Për shembull, Selin mund të ketë pëlqyeshmëri dhe mund të ketë emocion për Mirin, derisa është kaq këmbëngulse dhe do t'i qëndrojë Mirit pranë, mund t'i pëlqejnë meshkujt si Miri, mund t'i pëlqejnë tiparet e Mirit, mund t'i pëlqejë njeriu i Mirit, por tek Miri
nuk e shoh këtë lloj gjëje. Edhe pse Miri, domethënë, edhe Landi që ishte i ftuar në Shqipëria Live ka treguar që Miri ka shumë afrimitet me familjen e tij, sidomos me vajzën e tij, me bashorten e tij, po ndoshta Miri e di që gruan e ka jashtëzakonisht të mirëkuptueshme dhe ndoshta mund ta mirëkupton këtë afrimitetin që Miri ka krijuar brenda kësaj shtëpie me Selin dhe është në rregull për të marrëdhënia që ato të dy në fakt kanë krijuar. Brikena e ka komentuar jashtëzakonisht shumë këtë marrëdhënie brenda kësaj shtëpie, e ka folur këtë marrëdhënie brenda kësaj shtëpie. Sot për shembull dha edhe një hipotezë, domethënë pati edhe një lloj debati të vogël që pse ti Miri nuk e ndryshon krevatin kur t'u dha mundësia, por dëshiron që ti jesh afër Selinës. Domethënë mendoj që Miri me këtë egon që ka, me këtë koklarsinë që ka, do të bie në atë në gropën e Selinës. Si do të bie? Domethënë do të përdoret nga Selin, sepse nëse ta ndjekim me detaje, Selin është jashtëzakonisht kundër që Miri të largohet nga krevati. Domethënë ajo dëshiron që Miri të qëndrojë në krevat dhe mendoj që kjo do ta bën pak situatën interesante dhe tek Selina Miri do t'jep shumë lojë dhe domethënë nëse Selina do të suportohet në këtë lojë, do të suportohet shkaku i Mirit sepse afrimiteti i tyre është shumë i madh, nuk është vetëm në krevat, gjatë ditës ndajnë kohën bashk, në verandë qëndrojnë bashk, në dhomë të ndenjes qëndrojnë bashk. Domethënë kanë krijuar një lloj afrimiteti që realisht ne nuk dim se çfarë emri t'i vëm këtij realiteti që në fakt është krijuar mes Mirit edhe mes Selinës. Dhe së treti, domethënë do të kemi daljen të parë nga shtëpia e Big Brother VIP Albania 5, që domethënë janë disa të nominuar që rrezikojnë një banor rrezikon që të largohet nga shtëpia. Domethënë të nominuar janë Lorna, Kristi, Seno dhe Selin. Në fakt është një katërshe shumë interesante, por duke i ditur dinamikat që në fakt ndodhin brenda kësaj shtëpie, mendoj që banorja e cila do t'i ndërpritet rrugtimin në këtë pikë të lojës është Lorna, sepse Selin tashmë është më afër Mirit dhe ndoshta do të shihet se çfarë debati do të krijohet. Kristi është një personazh që krijon dinamika brenda shtëpisë dhe Seno është një nga banorët i cili synon që të jetë domethënë fenomen brenda këtij Big Brotheri. Dua të marr mendimin tuaj.